Lidhur me ngjarjen e fundit që është komentuar shumë në media, publikimi i zonjës iraniane antare të kampit Mekut në një zonë të Tiranës, e mbuluar teksa i afroi fëmijëve me një furgon e tjerë detajet i ditashmë. Cili është komenti yt? Çfarë fshihet pas kësaj, edhe pse tani kemi reagimet e të gjitha palëve? Çfarë beson si ekspert sigurie? Pa krijuar panik, sigurisht që duhet jemi shumë të përgjegjshëm për çdo gjë që në pamje të parë duket banale. Për shembull, ka një reagim të policisë së shtetit, ku thuhet që në momentin e parë që këto dhëna janë bërë publike nga mediat, rrjetet sociale, ka pasur një reagim të policisë duke i gjetur këta persona, duke i identifikuar, duke i marrë në pyetje. Dhe përgjigjja ishte që ato kanë vajtur për arsye shëndetësore dhe kanë pyetur ata fëmijët për diçka që mund të lidhet me institucionin e shëndetësor. Por nga një anë po e marrim mirëqen sepse është një reagim zyrtar. Kurse nga pikpamja e analizës mendoj që kam rezerva në mënyrën se si unë mund ta interpretoj. E para, këta persona mbajtën furgon mjet i cili ishte me xhamatxe. Pra në një farë mënyrë duket sikur duan të mos kenë transparencë. E dyta, për të bërë një veprim tillë, për të pyeturit në zonës, për të pyetur fëmijë, qoftë qytetar, duhet të kesh minimalisht një badge ose një logo të një institucioni për të kuptuar kush je apo jo. Sepse çdo lloj dyshimi krijon që nga veshja, krijon një lloj paniku, sikurse edhe ndodhi. Dhe paniku sigurisht është më i keq se sa qëllimi i tyre. E dyta, këta persona, meqense vinë nga një institucion i cili rezidencën e tyre ka marrë për të tjera qëllime, nuk mund të shkosh të bësh takime apo intervista, nëse kanë qenë të tilla, të pa autorizuara. Dhe nuk mund të kontaktosh fëmijë pa prezencën e prindërve. Nëse ajo mund të ishte një ngjarje e shkëputur, raportimet vinë që kanë shkodur, nuk e di sa qëndron. Por si të qoftë, do të jetë policia e shtetit dhe shërbimi informativ që duhet të shkojnë deri në fund kësaj ngjarje, dhe nëse ka veprime të tjera, mund të kontrollohen në territor, koha që kanë dalë, vendet ku kanë vajtur, pra mos marrësh vetëm rrëfimin e tyre. Merre rrëfimin, përdore për publikun për ta qetësuar, por nga pikpamja e përgjegjësisë institucionale duhet shkosh më thellë. Komunikimet që ato kanë pasur, sepse që nga ky moment dyshimi të shkon për të bërë një hetim të thelluar. Mund gjendet në mes simit apo antenave, vende televizes, koha e qëndrimit, koha për cilën kanë vajtur, sa janë të tillë, sa kanë lëvizur, sa larg kampit kanë vajtur apo jo për qëllime të tilla. Mbante flet përpara. Fletët nuk besoj se gjithë ato flet shërbenin për të bërë vizitë mjekësore. Mirë, dakor, mbulimi i fytyrës mund të jetë një sjellje që mund të vijë për shumë arsye, qoftë dhe instinktive, por disa element krijojnë këtë element dyshimi, aq më tepër dyshimi shtohet kur themi që kampi i mujahidinëve është një qendër të vëmendjes së disa politikave. E para të politikës kombëtare, e dyta për paralajmërimin që ka dhënë që mundësia që të kemi sulme iraniane në territorin shqiptar nga ambasada amerikane. E dyta, kërcënimet e iranianëve të cilët kanë thënë her pas here për opozitën e tyre, dhe rreziku që ne themi dhe analizojmë her pas here që jemi drejt një lufte hibride dhe njihen politikat e Iranit që janë lufta asimetrike. Mund të përdorë çdo potencial të mundshëm, qoftë edhe duke përdorur persona brenda kampit apo jo brenda kampit, që mund të përdorë për qëllimet e tij. Kështu që në këtë kuptim, niveli i kujdesit të shtuar që ju e përmendët që ne jemi në nivelin 2, atëherë mund të çojë për ta thelluar këtë dhe për të mbajtur më shumë në mbikëqyrje ata, po jo vetëm ata, po edhe persona të tjerë të cilët mund të shikojnë veprime dyshuese që mund mos lidhen ndoshta vetëm me fëmijët, por sidoqoftë duhet të lidhet edhe me fëmijët, sepse nëse do të shkatrosh një shoqëri ose nëse do të alarmosh një shoqëri, preki tek fëmijët. Në moment që jep një alarm nëpër shkolla, nuk i ke më prindrit as për punë dhe as për të bërë jetën normale. Të gjithë alarmohen dhe krijon atë që quhet panik. Dhe
sa herë ka panik ose sulme, në përgjithësi në Amerikë, ka ndodhur në Çeki, ka ndodhur në Serbi, ka ndodhur në shumë vende të tjera, kanë qenë sulme ndaj shkollave. Tani, të bëj një pyetje pak më generaliste, meqense jemi në orë intensive zhvillimesh në lindjen e mesme prej kohësh tashmë. Kemi një zgjatje të armëpushimit, ndërkohë lufta vazhdon edhe në ngushticën e Hormuzit me blokadë. Gjasat duken çdo ditë më të vakta për arritjen e një marrëveshje paqe finale mes Iranit dhe SBA-ve, sepse negociatat nuk po shkojnë ashtu siç duhet në Islamabad etj. Sa e rrezikuar është sot bota? Presidenti Trump, sa e sigurt është, sepse është bërë kjo çështja e luftës si me buton. Sot jemi paqe, nesër mund të jemi në luftë, nesër hapet një vatër tjetër, mbyllen, nuk mbyllen, domethënë politika e presidentit amerikan, zoti Trump, është një politikë eksentrike. Shpeshherë ka qenë politikë e ndryshimeve në minutat e fundit. Për shembull, e nisi me Kanadan, që do ta marrë, shkoi te Groenlanda, nisi luftën tregtare, do ta ngrejë kaq përqind, do ta ul kaq përqind. Pastaj lufta e tregtare duket sikur u sheshua, u vajt tek paqja në Rusi, takimi me Putin, pastaj ndryshimet asaj politike, pastaj ishte të ndaloj programin bërthamor, sulmi ndaj 2 vendeve pasurimit të uraniumit. Mbas asaj tha Irani është shkatruar dhe një 20 vjet nuk është në gjendje më ta marrë veten. Pas kësaj erdhi sulmi, tha që u shkatrua gjithë flota luftarake, por dhe flota detare, madje paradje tha prapë që flota detare në fundetit nuk ka më, por faktikisht shikojmë që thot Irani po e rrit potencialin, rritjen e raketave, rritet gjithmonë më tepër, pra ka një industri prodhuese, por ka dhe një aftësi e cila paska reaguese. Dhe nuk e dim, nëse ishte e shkatruar gjithçka, atëherë për çfarë paqe po flasim. Ndërkohë që vetë presidenti thotë që kjo kohë që ishte ajo, e rritëm dhe ne ridërgimin e kapaciteteve tona ushtarake dhe mate ushtarët tanë dhe ushtria jonë mezi pret të rifutet përsëri në luftim, se është e gatshëm për ta shkatruar përsëri. Pra kjo është ajo pjesa e jashtme e lojës politike, e cila deri diku ka ndikimet e veta, sepse quhen presione. Sot është luftë hibride. Po fakti që thotë bëjmë një marrëveshje, aq më tepër për krizën që po bota është gati të rëndohet më shumë për shkak të 20% të energjisë apo naftës që kalon nga Hormuzi, atëherë duket sikur ai lufta që do ishte një javë apo do ishte 10 ditë, duket sikur nuk ka një fund. Dhe kjo është e vështirë se lufta nuk është vetëm brenda Iranit, lufta është në çdo ekonomi. Është në çdo vend, edhe në Shqipëri është një luftë, është luftë ekonomike, është luftë që do shkojmë mbi jetesë. Nëse kompanitë ajrore thonë që gjermane 20.000 fluturime anulloi sot Lufthansa. Kjo është ekonomi që dëmtohet. Ulje e turizmit. Dhe ai turizmi gjerman apo turizmi italian në këto mënyrë të këtyre linjave do të luftojë, do të fluturojë. Nëse do na mungoj kjo, pastaj nuk ka nevojë të themi që Irani mund të sulmojë Shqipërinë ose mund të sulmojë Gjermaninë. Xha Irani e ka sulmuar. Se kjo në moment turizmi do të pushojë. Do të jetë vendas, do zhvillohet brenda turizmi vendas, por nuk do të kemë marrëdhënie ku edhe Shqipëria jeton nëpërmjet kësaj efekteve. Dhe efektet e Shqipërisë, sidomos goditje nëse do të kemi turizëm, do të jetë qoftë dhe e turizmi shqiptar midis shqiptarëve. Sepse këto lëvizje meqense avionet janë të lirë, vajt ardhen në Itali, vajt ardhen në vendet e Bashkimit Evropian, qoftë për turizëm, qoftë për nevoja ekonomike, etj. Dhe kjo do të jetë një ulje e ritmit, po dhe ulje e punësimit të këtyre personave të cilët janë pa punë. Kështu që kjo është një luftë, dhe kjo lloj lufte sigurisht që do të krijojë dhe do të reagojë pastaj edhe brenda politikave të vendeve të Bashkimit Evropian, po dhe të vendeve të cilët do ta projektojnë këtë lloj krize. Kështu që marrëveshja ku ai tha ultimatumi mbaron të mërkurën, pastaj thotë që ultimatumi do të shtyhet. Irani thotë që nuk bën marrëveshje nën presion dhe nuk e dim se sa do të vazhdojë kjo lloj politike tashmë që masin dhe presin forcën, por duket që Irani nuk është nënshtruar, dhe Irani ka akoma potenciale ushtarake, të cilët nuk e ka, po e themi, fuqinë e kontrollit ekonomik, fuqinë e kontrollit ushtarak dhe fuqinë e kontrollit të Hormuzit nga Alianca e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo nxorri pa dhe disa dobësi marrëdhëniesh midis ushtrisë amerikane apo Shtetit Amerikan me NATO-n,
dhe disa politika që vetë antarët e NATO-s treguan që kanë diferenca në politikë. Po i klasifikoi sot Trumpi, të mirë dhe të këqijt. I bëri renditjen e tij për vendet e NATO-s. Edhe ajo politika që thashë eksentrike ishte më e mira dhe më e preferuara Meloni, pastaj thotë është një politikane e keqe. Pra ndryshimet janë eksentrike, ndryshojnë mbi bazën e situatës, e cila nuk pas ka një strategji që Italia është e mirë, Gjermania është e mirë, apo mund të shkohet ke Kina, mund të shkohet ke Rusia, kërkon të uli disa sanksione ndaj Rusisë në kompensim të naftës ruse. Ukraina thotë që kjo gjë do t'i jepet armatim Rusisë sepse shkojnë për buxhetin e luftës. Pra është një botë e trazuar, e paqartë, me disa politika të cilët janë në kaos dhe nuk ka më ato rregullat e lojës që dim si do të shkojë dhe nuk e dim se si do të avancojë. Shqipëria sigurisht. Rendi ri botror, por Shqipëria ku ndodhet? Po ne ku jemi? Dhe ky është një problem i madh. Se dhe ne nuk e dim ku jemi kur politika jonë ndryshon papritmas. Për shembull, shkon në Izrael kryeministri i vendit dhe thotë që do të dëshirojë që djali im nesër të ishte një ebrej. Pastaj shkon në Turqi, ka një marrëdhënie tjetër me Stambollin, shkon në Greqi, ka një tjetër pëqasje me politikën ortodokse ose me politikën e Greqisë. Kështu që këto lloj lëvizjesh që janë tek fuqitë e mëdha, reagohet dhe tek faktori brendshëm, por ai që nuk do të duroj dot, do të jetë ekonomia e qytetarëve.